që mund të interpretohet në format ndryshme. Nëse me lejohet, Esmeralda, dhe vetëm një fjali të fundit, me qenë se sot është një ditë tepër e rëndësishme, si që tha dhe vetë krye diplomati Konjufsa, cili aktualisht ndodhet brenda sallës së gjyqit, është jetike që trupi gjykues të heqë dorë nga qasja që e artikuloj deri tash për të bërë palë me prokurorin, të peshoj në mënyrë të pavarur gjitha provat, edhe ato dosje që dorëzoi Serbia për t'i hedhur poshtë dhe të mos përpiqe ta shoh kryengritjen e shqiptarëve të Kosovës si kryengritje kriminale, sepse e vërteta qëndron krejtësisht ndryshe. E vërteta jo vetëm e shqiptarëve, po e vërteta e komunitetit e aleatëve tonë ishte tjetër. Prandaj, trupi gjykues, unë gjykoj se tash në këtë kohë, pas kësaj dite, do duhej të peshoj me hollësi, me paanshmëri gjithë këtë proces, e që besoj se do ta bëj dhe zoti Thaçi, Selimi, Krasniqi e Kadri Veseli do të kthehen shpejt në Kosovë në mënyrë shumë madhështore, me një pritje madhështore, pas një procesi të gjatë të viteve atje që mbajtën lirisht mund ta themi peng të praktikave abuzive të një sistemi imagjinon ndërkombëtar të drejtësisë. Tani, zoti Rama shihet qartë që viteve të fundit, nëse mund ta them, kam mbase më shumë se një vit që reflekton politikisht një afërsi me zonjën Osmani në sy tonë, mbase për gjetur një adresë tjetër në Kosovë me këtë komunikoj, me qenë se me zotin Kurti shihet qartë që ka antagonizëm të thellë, ka përplasje të thellë, nuk mund ta durojnë dot njëri tjetrin as në zhvillime publike, as në takime publike e tjera. Unë nuk e di, në habitatin e tashëm politik, kjo afërsi e zotit Rama me zonjën Osmani druaj që nuk mund të konkludoj shumë pritje premtuese për zonjën Osmani që përsëri e njëjtat ngjitet në podiumin e presidentit për të zgjedhur deri me 4 mars. Aktualisht zoti Kurti nuk shihet që është i nxituar të jap mbështetje për zonjën Osmani. Dhe më shumë base i ka bërë sherr kjo afërsi zonjës Osmani me zotin Rama, asaj personalisht, për ambicien e saj, se sa që mund të ketë prodhuar ndonjë dobi për ambicien e saj. Kështu që ne do të jemi dëshmitar nga sot nesër pas nesër ditët po afrohen kur Kosovës i përfundon afati kushtetues që vendos nëse do të mbajë zgjedhje të përgjithshme deri me 4 mars, duhet ta zgjedh Kosova presidentin, nëse jo, atëherë natyrisht që vendi shkon përsëri në një val tjetër të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Rezoluta në Kosovë dhe ajo ngjalli shumë reagime për atë amendament të propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ishte vendi i duhur, çfarë po kërkonte të përfitonte apo të fitonte Lumir Abdigjiku me atë amendament? E para që sa kanë mbaruar zgjedhjet dhe nuk është se ka një fushat elektorale. Dyta, ata aty kanë qenë gjatë gjithë kësaj kohe, kanë qeverisur, bashkëqeverisur dhe i kanë pasur të gjithë mekanizmat dhe kapacitetet që ata amendament ta çonin në organet e drejtësisë apo të ndërmerrnin masa të tjera. E thash më herët, ju keni raportuar në mënyrë sistematike dhe sot raportoni. Në Kosovë askush nuk i ka thënë jo drejtësisë. As liderët e luftës, as kushdo tjetër në Kosovë nuk i ka thënë jo një procesi drejtësie që ka ndjek pretendimet për krime lufte. Dhe çdo pretendim tjetër që ka formuluar prokuroria ndërkombëtare. Këtu në Kosovë nëpërmjet Kombeve të Bashkuara unë mikut, EULEX-it e kështu me radhë. Asnjëherë askush nuk i ka thënë jo drejtësisë. Dhe në anën tjetër, familjet e viktimave meritojnë pa tjetër drejtësi për ata që sot nuk i kanë pranë gjirit të tyre familjar. Viktimat meritojnë drejtësi. A ka ndodhur ky proces drejtësie? Fatkeqësisht jo, por në seancën e kuvendit ku një rezolut u artikulua, u shkrua nga një komunitet ekspertësh për të adresuar politikisht nevojën Kosova që
kërkoj drejtësi me standarde dhe jo me paragjykime, të kërkoj drejtësi bazuar në vlerat universale të praktikave drejtësisë, kërkoj të drejtat dhe liritë e njeriu që ato të respektohen. LDK mendoj që bëri hile në seancën po asaj dite ku unë zë rezoluta për mbrojtjen e vlerave të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Mendoj që bëri hile direkt Lumir Abdixhiku dhe kjo ka qenë e pa drejt nga ana e tij të përpiqet që ta nxjerr nga floku një plag të viktimave të vrasjeve të pasluftës ku ky proces në Hag nuk adreson absolutisht ato. Zoti Abdixhiku e di fare mirë që askush nuk ishte kundër një drejtësie. Kosova pati Kombët e Bashkuara, kishte EULEX-in, kishte trupa ndërkombëtare të ndjekjes penale për të vendosur drejtësi. LDK nën zotin Lumir Abdixhiku po përpiqet të rikthej rrëfimin më shumë politik se sa artikulimi në sy tanë të një vullneti të vendosur për të ofruar viktimave dhe familjeve tyre në fund drejtësi.